Laerti reagon pas humbjes në Big Brother. Shikoj pak të. Ai meritoi, domethënë në mënyrë absolute fitoren, shkatroi gjithë shtëpinë, bëri, jo, e vërtet është. Hodhi në erë gjithë marrëdhëniet aty brenda, çoi një vajzë në gjendje të rënduar në shtëpi, i kullciti dhe një. Domethënë ai bëri gjithçka. Dhe formati, me sa duket, duhet që të bësh gjithçka. Di që patëm një kompeticion nga Bana King, ku duhet të shkruajmë një tekst, nuk shkruajti asnjë varg. Di që shfutin ja 3-4 herë në dhomë të rëfimit për regjistruar këngë, s'ka regjistruar asgjë. Rrugtimi gjatë? Tek i cili fituar shumë persona? Rrugtimi gjatë dhe finale përballë një analfabeti funksional, që s'ke si përballësh. Rrugtim shumë i gjatë, i cili kur ka ndron Jezusin në Çerçistopullin, çfarë ti thuash? Kur thot Bullgaria është kryqëteti i Maqedonisë, ç'do të them unë? Domethënë hajde bëjmë muhabet. Prandaj është më e bukur notën e mirë që thotë. Unë nuk e di nëse jam dakord me Laerdin, por nuk duhet flas sot për rregullat e lojës, duhet flas më shumë për atë që Gjesti përfaqëson, sepse Gjesti për mua nuk është thjesht një individ. Ai është një pasqyrë, një përfaqësues i një pjese të brezit të sotëm, që kanë internetin xhep, por nuk e përdorin për të mësuar. Kalojnë orë të tëra online por pa kuptuar ose pa u futur në thellësi. Kanë akses në çdo informacion, por nuk dinë si ta dallojnë të vërtetën nga zhurma. Leximi nuk tërheq më, mësimi dhe reflektimi duken të lollshëm. Vlerësohet pamja, zhurma, loja para kamerës, ndërsa karakteri, respekti, thellësia lihen me një anë. Dhe një kontrast në fakt që flet vetë. Në Kosovë, njerëzit zgjollën Drejlonin, një djalë i qetë, i sjellshëm, i vetëpërmbajtur. Ai si duket përfaqëson më mirë idealin e njerëzit që duan ato atje. Në Shqipëri fitoi Gjesti. Pse ky ndryshim fakt midis nesh edhe Kosovës? A do ishte vlerësuar për shembull Drejloni po të ishte në Shqipëri? A do kishte fituar Drejloni? Pyetja kryesore në fakt nuk është vetëm kush fiton, por kush voton. Sepse problemi nuk është tek ai që merr fitoren, por tek ne që japim votën. Te ne që duhet të rrokasim, te ne që në shumicën e rasteve është problem zhurmën edhe jo vlerën. Ti çfarë mendon? Cili mendon është modeli i rinisë që duam të ndërtojmë në Shqipëri? Më shkruaj më poshtë në komente. Zotit bekoft.